Gjenden rreth 12.000 lloje të fiernave në tokë. Disa e kanë madhësinë sa një gisht, përderisa të tjerat janë të gjata sa një pemë. Ato kanë sukses në sistemin e riprodhimit dhe shpërndarjen e tyre në pyll, por pa fare, ato shumohen përmes sporeve. Generacioni dominues i fiernave është sporofiti. Nëse fiernin e kthejmë nga mbrapa, mund të shohim disa zona në formën rrethi. Secila nga këto zona quhet sorës. Tek disa fierna soruset janë të pambrojtura. Në shumë të tjera është mbrojtur me një cipë, mbështetur në një shtyllë qendrore. Kjo cipë mbrojtëse quhet induzion. Në disa fierna kjo cipë mbështjell sorusin në formë kupe. Sorusi përmban qese. Këto qese i quajmë sporangjium. Mbi këto sporangjiume gjendet nga një shtresë mbrojtëse si një mekanizëm nxitje për këtë shtresë quhet anulus. Këto përbëhen nga disa motora për të sulmuar dhe janë shumë të hollë dhe të ndjeshme. Në anën e kundërt të sorusit gjenden disa pjesë si qeliza buzë. Poshtë kësaj shtrese gjenden dy shtresa të qelizave që quhen tapetum. Këto mbështjellen 3 herë nga një end. Në shtresën e parë të këtij endi gjendet sporofiti. Secila qelizë sporofite është diploid, përmban nga 2 kromozome nga secila gjini. Pas pjekjes, qelizat ndahen përmes procesit të meiosës. Secili klan qelizë tani përmban një palë të kromozomeve. Citoplazma tani zgjerohet dhe rezulton në një grumbull nga 4 qeliza ngjitëse që quhen tetrad. Tani bëhen gati për të dalur, duke rezervuar nga mbështjellësi mbrojtës dhe duke formuar sporopolenin, dhe ato rriten duke rezistuar nga muri. Secila qelizë quhet spore. Sporangjiumi tani është gati për të dalur. Hapja realizohet nga anulusi disa rrapë në sporangjium. Anulusi fillon ta thanë ujin e tij nga sipërfaqja. Për kujdesje shtohet tek nxjerrja ndërmjet molekulave të mbetur të ujit dhe tani muri zgjerohet. Kurse gjërat brenda sporangjiumit rezistojnë, por tani uji thahet më shpejt dhe më lehtë, pastaj nxjerren molekulat e ujit. Duke mbajtur muret e jashtme, anulusi bëhet si një fizarmonik. Shkurtimi i anulusit shkakton hapjen e qelizës buzë, dhe kur anulusi vazhdon të ngushtohet, sporangjiumi hapet i gjithë dhe bëhet gati për zjarr. Kur shumë ujë humbet, molekulat e ujit nuk janë të aftë ta mbajnë për kohë të gjatë së bashku anulusin, dhe kjo shkakton murin të lëshohet dhe anulusi t'i gjuajë sporet jashtë. Ky proces përsëritet për mijëra hapje tjera. Tani shumica e sporeve janë liruar. Kur sporet bien në tokë të lagësht,
Ato fillojnë procesin e krijimit të një shtrese tjetër, ky quhet hermafrodit. Dhe pastaj fillon të rritet një shtresë duke u lidhur me tokën. Kjo është në formë gjethe. Ky është protaliumi që përfaqëson gametofitin. Pastaj rritja vazhdon në temperatura të larta. Tani shihen ato lidhje ndërmjet protaliumit dhe tokës. Këto janë rizoidet. Gametofiti mashkullor quhet anteridja dhe gjendet në fund të gametofitit. Anteridi përbëhet nga qeliza në formë unaze dhe një qelizë në formë kapaku dhe mbështjellet me njën dhe brenda gjenden qelizat spermale. Ndërsa në anën tjetër, në fillim të protaliumit gjendet gametofiti femëror që quhet arkegonia. Ajo përbëhet nga qafa. Mbi qafët qëndron një pjesë e fryrë që quhet venter. Këtu gjendet qeliza vezë. Gametofiti mashkullor dhe femëror mund të rriten në kohë të njëjtë ose në kohë të ndryshme. Koha nga shfaqja e tyre mund të përcaktojë nëse ato janë gati për fertilizim ose për plenim. Në disa firna arkegonia zhvillohet e para dhe mbuluar me ujë. Ky vend tani quhet anterigjen. Anteridet janë lëshuar dhe kjo stimulon që bimet e afërta të rriten, por vetëm anteride dhe jo arkegon. Gametofiti dy seksor në shfaqjen e indit femëror. Prandaj ato rrethon nga disa gametofite mashkullore, duke bërë gati për fertilizim ose për fekondim. Uji luan rol shumë të rëndësishëm në fekondim. Uji stimulon që kapakët e anteridit të hapen dhe të lirojnë qelizat spermale. Flagelet e sferës ndihmojnë për lëvizje në ujë dhe në kërkim të vezës. Sperma është në formë spirale dhe përbëhet nga disa flagela të cilat i nevojiten për lëvizje. Uji gjithashtu nxit arkegonin të hapet. Për mbajtjen e qafës shpërndahet duke rrethuar një pjesë të ujit. Dhe ato veprojnë në tërheqjen e spermës. Tërheqja nxit spermën të hyjë në arkegonie, duke lëvizur drejt qelizës vezë. Fekondimi realizohet kur sperma bashkohet me qelizën vezë. Dhe kjo krijon një qelizë diploide zigoti. Brenda arkegonjes, në pjesën më të ulët të gametofitit, zigoti fillon të rritet. Në fund të embrionit të sporofitit, nga pjesa e lartë e embrionit thithen materie ushqyese dhe krijohet rrëza. Rrethuar me indin e gametofitit, nga krijimi i embrionit zhvillohet indi i cili ka shtrirje dhe reagime. Rrënjët tani rriten drejt tokës për mbështetje dhe thithje të ujit. Nga pjesa tjetër të embrionit zhvillohet gjethja dhe lidhja me tokën që quhet rizom.
përgjithja rritet për të arritur dritën e diellit. Përfundimisht, rizumi del dhe siguron rrënje dhe gjethe plotësuese. Në këtë mënyrë krijohet sporofiti dhe sporet. Pastaj ato shëmohen në këtë mënyrë me fjerna tjera, duke e kompletuar ciklin jetësor. Ne kemi parë që ky cikël përmban 2 gjeneracione. Njëra është sporofiti i cili është dominues tek fjernat dhe gametofitin i cili është i reduktuar. Duke përdorur sporet që mund të shkojnë në distanca të mëdha dhe gametet të cilat krijojnë ndryshueshmëri gjenetike, fjernat janë shpërndarë duke përfshirë tërë tokën.